Inspektorati Policor i Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë marrë sot një aksion në Gjakov. IPK ka intervistuar 3 zyrtar policor në Gjakov e 1 në Prishtinë, ku zyrtarët e policisë janë suspenduar. Ndërkohë rreth orës 14 inspektorët policor kanë dalur nga drejtoria rajonale e policisë në Gjakov. Ka kaluar ora 2 pasdites dhe Inspektorati Policor i Kosovës është larguar nga ambientet e drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, ku sipas informacioneve tona i ka intervistuar 3 policë dhe 1 në Prishtinë. Sipas burimeve tona, gjithmonë policët dyshohen se kanë bashkëvepruar me disa të arrestuar që i kishte bastisur njësia speciale e policisë këtu në Gjakov, e ata dyshoheshin për veprën penale tentimvrasje dhe në shtëpitë e tyre janë gjetur dhe konfiskuar narkotik. Pra, sipas burimeve tona gjithmonë në IPK, mendohet se policët i kanë ndihmuar ata për bashkëveprimin e policisë dhe për dyshimet që i ka policia ndaj tyre dhe i ka informuar gjatë kohës. Ky aksion është zhvilluar me urdhër të prokurorisë themelore në Gjakov. Ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Gjakov, në bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës dhe me urdhër të lëshuar nga gjyqtari paraprak, janë tërmarrë disa veprime shtesë hetimore lidhur me rastin e ndodhur me datën 20 janar 2025. Rasti i cili është duke u hetuar në Prokurorinë Themelore në Gjakov. Gjithashtu ju njoftojmë se me vendim të prokurorit të shtetit janë ndaluar 3 persona, njëri prej tyre zyrtar policor në kozgjatje prej 48 orësh. Ndërsa nga drejtoria rajonale e policisë në Gjakov nuk kanë pranuar askush të flasë për rastin e sotëm, duke thënë se kjo nuk është në kompetencat e tyre, por të IPK-s.